Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot e ftuara ime është një krijuese e spikatur letrare, quhet Merita Bërdica Kastrati dhe është me mua këtu në studio. Mirëmëngjes Merita, mirë se erdhe. Nadia mirë, unë po filloj kështu Nadia mirë. Shkodrançe. Faleminderit për ftesën, kënaqësi me kanë këtë studio. Edhe këtë intervistë. Faleminderit. Në fakt, sot ditën nuk e fillove në shkollë, por në studion e radios. Kjo të jep një farë ndjesie të veçantë për këtë ditë, apo jo? Pa, është një ditë krejt ndryshe. Nuk mund edhe ndryshe edhe po jo ndryshe, sepse nuk jam shkpucat nga ato dashuritë e mia nxënësit, fëmijët, që janë ato në sytë e tyre shaf gjithmonë një tartë me krejt ndryshme nga ato që i na rritna. Ka herë edhe nërthojnë za një lakmi që po rritën bukur në shumë dimensione, në shumë hapsina, krejt në idejna për të ardhmen dhe jo vetëm unë, por gjithë stafi jonë, mësuesave në të gjithë Shqipërinë, po e them me të madhe në gjithë Shqipërinë, mundon me dhënë më të mirën e mundshme që ata të jetë ato filiza që rriten sa më të këndshme. Natyrisht, të kesh në dorë fëmijët është diçka shumë e rëndësishme. Megjithatë, ajo që më ka bërë përshtypje në personalitetin tuaj është krijimtaria letrare. Kohët e fundit unë kam ndjekur një triptik të shkruar nga ju, por kjo nuk është e vetmja krijimtari. Në të vërtetë një prozë poetike shumë të spikatur, për nga potenca e detajeve të përshkruara, nga eleganca, harmonia, fjalëve, muzikaliteti i tyre, detajet dhe anët shumë të veçanta që e portretizojnë Shkodrën në një tablo karakteristike të shekujve dhe të ditëve të tona. Është një ndjesi vërtet e veçantë tek ndjek një krijimtari të tillë. Nuk e di, është një ndjesi e brendshme jotja, një frymëzim që Shkodra ta jep, apo ti ja jep Shkodrës ja kthen me të shkruarin tënd? Atëherë unë do t'i lidhje këtë diskutimin e parë, do t'a lidhje me dy faktorë të rëndësishëm. Rritja jeme, që ka pas një vlerë shumë të madhe në brumin tem, në atë ujin dhe millin, në formimin e hershëm. Pra, kur them rritja jeme, është gjithmonë e lidhur me shtëpiat e mëdha shkodrane, me ato borre, ato çardaqe, ato avullitë mëdha, pra duke marrë parasysh edhe nga halla, unë do ta përmend këto faktorin hall, sepse ose shtëpinë e hallës, sepse aty kam të fotografuar në mendjen time shumë gjëra të bukura. Kam të fotografuar që nga Gjergjefi, që nga malli i madh në mes të borrit, që ajo avullia që mbate për shtypje dhe bashkë një pyetje të mbrëmshme, pse këto mure shumë të larta, që nga vajza që qëllniste bukur në mall, në Gjergjef, që ato fejesat me shkusina që ose ajo tundimi nërthojnë, më të them tundimi, por kasavetlia e nanave shkodrane për me çu pajën sa më të bukur, që të dëgërmia e vjerës së hallës teme ose në ndajes teme, jam rrit deri në 15 vjeçë me në ndajen, me atë ballicën, dëgërmin, me ato këshillat e tyre, me ato nëna, ato gjyshet të përkushtume, ato rrullat e tyre në dur, në faqe, që më kanë bën gradualisht më së mrejna, kam kuptu se njeriu pjeket në rritjen e saj, formohet individualiteti, personaliteti, karakteri, më kanë bën që në pjesën më të madhe të kujtimeve të mia, ato të rrinë në atë baulën e mbyllur. Dhe gradualisht, duke pas se unë emigrova, do ta përmendni prandaj thash në dy faktor, formimi dhe emigrimi. Emigrimi më bani të kuptoj që unë si merit ose si vajzë shkodrane, më tepër si vajzë shkodrane, unë duhet me shpalos Shkodrën, sepse jo vetëm Shkodra, por gjithë Shqipënia, pra vendlinja jonë, se po e marr në tërësi,
Është kaq i bukur, kaq maniqme sa vetëm më dhigoj dhe tham, wow, ku kam lind? Wow, ku jam rrit? Çfarë kulture kena marr? Dhe e theksoj me të madhe dhe këtë mundon edhe brezave të rit ju jap atë edukatën që kudo që të shkoni, kudo që ta hellni hapin tuj, mos harroni atë temelin ose gemin, trungun, më mirë themi, ku jemi ushqy. Kjo është ajo që më ka bë më së mrejna me vu meritën, këtë pemën e meritës, jo meritë, po pemën e meritës me vu në këtë bosht që është formimi dhe emigrimi, që shpalosin më sa gjana që duhet, nuk na mungon asgjë. Më bën përshtypje vetëm një dashuri e madhe për trungun, për preardhjen, për traditën, për karakterin shkodran, për të gjithë atë që kanë mëkuar familjet shkodrane, kanë zënë vend shumë në krijimtarinë tënde. Edhe kur lexon ose kur ndjek qoftë triptikun për Shkodrën, por edhe shumë krijimet tuaja duket sikur sheh një film ku futesh në një botë që bëhesh edhe personazh, ke një ndjesi të prekësh shumë çka, të prekësh ato objekte, atë prak, ato ambiente të veçanta që e bëjnë karakterin shkodran të veçantë. Merita kur shkruhet na dina shumë mirë, një art kudo, edhe në pikturë, edhe në skulpturë, edhe kur shkruhet, edhe një regjisur, edhe një skenografi, po nuk fute shpirtin, pra po nuk u fute në atë botën e magjishme, nuk mund të zjerrësh diçka të bukur. Atëherë edhe unë kam bure gradualisht, sepse fillimet e parë kanë qenë zhgarravina, do ta përmendni zhgarravinën si ato vizatimet e vogla të fëmijës që e hall hapat e parë, friga se mos prezantohem e mos e denj me pamën teme, por gradualisht kuptova që është e bukur, njësia e futjes së shpirtit, imagjinata, përderisa ne kena prek me dorë ato rrogisat shkodrane. Mos lapa përmend, unë jam martu me fjalë, jam martu edhe në një shtëpi me ato dyrë të mëdha, se na duhet tradicionale, e gjeta po kështu. Pra atë rrogis shëndetësore që nuk ishte asnjë huj, akoma vazhdon, pra hala vazhdon ajo rrugica dërgutit të vogël të metet ashtu qëndjetësore. Kujtoj një kujshi përballë kastratëve, kujtoj që zije, është quajt, pra një gru e mallnishme për synin tem, voçja saj gjithmonë ishte o me arra, o me lejthia, o me kshtenja, pra në çdo stin ajo kishte diçka të mbrojtur në boçën e saj që shpërdate fëmijëve të mahallës ose të rrugicës, ose pranvera na gjete gjithmonë e nuseve të lyp muret me gëlqer, pra tavolitën më. Pra gradualisht unë nuk e kam marrë vetëm nga, pra gradualisht Shkodra mu më ka formu, jo se kam unë i detyrohem Shkodrës në formimin tim, unë detyrohem Shkodrës, i detyrohem kaq fort sa nuk di si t'ja shpërblej. Po ja keni shpërblyer shumë bukur me shkrimin tuaj, prozën poetike që vërtet besoj se ka një bukuri të veçantë. Unë do dëshiroja që ta ndiqnim në një fragment natyrisht. Po them një sekuencë për këtë prozë poetike. Unë kam emigru dhe në emigrim nuk integrosh ashtu siç duhet. Edhe tu mos u integru ashtu siç duhet. Këtu ka qenë ajo që unë kam kënë tu pastru një shtëpi, nuk është për me punu, nuk është me fjalë, është krenari për me integru familjen e tjerë. Dhe më bani përshtypje një kosh, një kështu kanistër buket, aty kam fillu, sa kam pa kanistrën e bukës të kjo zoja shtëpisë ku po punosha, aty kam fillu dhe kam shku në shtëpi me një herë se më mlodhen të na fjalë dhe thosha po i harroj një. Sa bukur. Ja pra një moment frymëzimi që të ka ngacmuar. Më ka ngacmuar dhe çdo gjë të ngacmon në jetën e përditshme, në çdo gjë të ngacmon. Mos u mëjnë syni, fokusimi bën punën. Unë me shumë kënaqësi do të ju ftoja edhe dëgjuesit të ndiqnim. Shkodra është një vajzë e rritur në Gjergjefin e Blinit.
e cila rrinton ditën të qëllis ku I dhana me ujë ma shumë gjyshe. Ashtu naza bajam e mbushur plot me diamant, të cilat pushojnë ndeshëm në pragun e çdo shtëpie. Është rituali çdo guri qelibar që ndes pesh kaldremi në çdo rrogice. Është I cepi I balkonit ku piktorohen puthjet pa pendume, që I bien kryqe të rthor pijacës, tu jul kryt në turpet e shikume. Shkodra është avullie nalt, sa maja të araboshit, e cila cik qejt me krynalësinë e kurmit rozafat. Ashtë Murlani, I cili daganis erën ndër qati me o gjakun tëm thurje, e gështenja në bëshqilse nga rullat e nëndajes bahen këllim I nedve të gjata. Ashtë hajat fije punum në të zgjahun e saxhadeve, të cilat bubrojnë me gishtat e grave, hilavleqet e strukun në fund të baulës hajri. Shkodra është rrugës, të cilat në shkallat e gurta numrojnë për shkem gjylpane, a vëshllekun dy frym të mermert në gjoksun e muskut. Ashtë fat I zanafillave të zanaqive, ku telat e violinës rimojnë kompozimin e ashikut. Shkodra është jare dyrsh, ashtë shega dhe vejvishe, ashtë dekolteli qenit, ashtë dekori pulbardhave, ashtë kornizë e qedhit, ashtë dashnore e tokës, ashtë bukuroshe bishtalecave valve të liqenit. Shkodra është lulebor, ashtë shprale 1000 nedve të gjata. Shkodër, të qoh shafar. Sa e bukur dhe duke megjithse nuk e lexova të gjithën, pikërisht këto përcaktime vërtet të emocionojnë shumë dhe të bëjnë të ndjesh atë frymëmarrjen e tokës që quhet Shkodër, të ndjesh lëvizjet e njerëzve, por të çojnë në një kohë paksa më të hershme. Zgjedh gjithmonë këtë të hershmen për të treguar traditën. Është karakteristike jotja? Është karakteristike jamja për m'ju dhanë një mundësi dhe se unë lidhe me brezin e ri, për m'ju dhanë një mundësi se koha pavarësisht I lajm anët, nuk po I përmendin sepse nuk ka vënë, por brumi është I bukur. Brumi ku jena rrit, pra kena një histori kaq të bukur, shekullore, mijëvjeçare. Vetëm të shohim Kalana e Shkodrës, legjendën e saj, rrjedhjen e Drimit, Bunës, hapësina që ka Shkodra. Do përmend edhe një fakt, kur kam punuar unë e lidhi gjithmonë, pra thash, unë do ta ndaj këtë periudhat e jetës, periudhat e jetës teme që kanë vu një vull të fuqishme në rritjen në një universitet të dytë. Unë kam punu, thash edhe një herë, në shumë shtëpia të Bassano del Grappa në Itali, dhe kisha kohë të fliçja me zojat e shtëpisë dhe dosha, pavarësisht se Merita është një punojse shërbimit brenda në shtëpi, Merita ka ardhur me një kulturë mijëvjeçare, me një Shkodër që ka pas në Venecia, ka shkodran, pra tregtarët shkodran, kanë pas një marrëdhënie shumë të mirë etj, se edhe po dala të kodeshëm me dal, kur I fliça zojës Gabrielës, I fliça për Shkodrën, nuk e besonte. Atëherë ç'a bana, në gusht erdha, bana albumin. Pra bleva në atë kohë, vitet 2012, son lidhe me shekullin 20, gjithmonë po gjithsesi vitet komunikojnë me njëri tjetrin, dhe bana një album apo stafat për Shkodrën, pra mora të gjitha ato pikat kyçe të Shkodrës, dhe kur shkova mas 3 javë kam ete manitën dhe më tha, ç'a ban ti këtu Merit? Dhe ti në një farë mënyrë ju përgjigje, pastaj më rikthimin, por unë do të ngulmoj përsëri te krimtaria. Prozë poetike shumë e bukur, do thosha shumë artistike, që gati është poezi, gati është varg, gati të fton ta recitosh. Në fakt, besa kam kuptuar, ti lëvron edhe prozën edhe poezinë. Si ecën paralel këto të dyja? Atëherë fillimet e parë kam marrë me poezinë, por të pas se poezia është ma koncize, ma e ngushtë,
e du fort poezin, por aty ma shumë gjenden të shtëpia jeme është proza. Sepse kam dëshirë mi tregu gjërat ose mi diftu, ma mirë po plas geknesh, mi diftu gjërat me atimësi më të madhe që i përket asaj që unë du me shkru, ose asaj që më ka fokusu syni ose mendja, asaj që më ka ba përshtypje e diçka e tillë. Pra në nëse unë ulem e filloj me ta thënë të drejtën, ndoshta e filloj idenë me kështu një poezi, por pena më së mundina vazhdon, hajt tham se po kaloj. Gjithsesi është e bukur që të shprehesh dhe të shprehesh bukur dhe artistikisht. Më bën përshtypje. Ti thua që krijimet ti e mia kanë shpërthyer në shkollën e lartë, në universitet. Unë do t'i shtoja kësaj edhe diçka tjetër, tjetër që kanë qenë, siç mu shprehje përpara të stivuar aty në subkonsciencën tënde dhe kanë pritur ndoshta një prak formimi, siç është kultura që merr gjatë shkollimit, për të shpërthyer, për të mbirë në penën tënde. Është kështu apo? Po tjetër, ajo ka qenë Merita, vi ka një moment që njeriu kupton që paska dhe i këtë talent, po e themi, ose e paska njeriu brenda dhe nuk e kupton. E kupton kur ajo shpërthen vetë, si ajo gonxha që e shef në fillim, ose ai dega e tromafilës që e pret kur po shpërthen ajo gonxha vogël që bëhet tromafile etj, dhe gradualisht habitesh, edhe njeriu i noll, jo vetëm Merites, po ka noll shumë kujt, pavarësisht se na kena marrë rrugë tjetër jetët, mësuese, gjyllëtërsijet, emigrimi etj, por gradualisht kuptova që sidomos në Itali, formimi ka qenë në Itali. Tashti, unë nuk di kujt më avu, po them fajin, ose fajin e këtij, ose meritën që çdo gjë mbiu natyrshëm. Unë kam dëgjuar edhe një thënie të Edmond Bodinës, Edmond Bodina e kam pas fatin me taku disa herë në Basanë, sepse ka jetuar në Basanë del Grappa, provincën e Vicenzës, dhe në promovime të ndryshme jam taku me të madhin aktor Edmond Bodina, dhe më tha kështu, Merita, ne jemi si ai plumi që është në kafes, që çdo ditë pret me shpërthyet i ko. Sa bukur. Sepse edhe ai ka ik vitet 90, po tregoj një sekuencë të Edmondit dhe më ka met në mendje dhe ashtu e pash edhe unë vedin. Pavarësisht se unë kam punu, thash edhe herë se nuk e përmendi sa herë i përulem punës të Italisë, i përulem Italisë, sepse ka qenë një nga universitetet më të mëdha që më ka formu. Si personalitet. Dhe pash me atë shtupin e dorë, me atë boçën, me atë kujdesin se unë kam rritë dhe fëmijët e Gabrieles, 4 fëmijët e Gabrieles, i kam ushqy, i kam majt darkave e tjerë, dhe kam pa që shpërtimi vite gradual në mënyrë, jo në mënyrë të dhunshme, se po përmendni fjalën, ose në mënyrë kështu që të duhet me e ba, por vite graduale në mënyrë të bukur, edhe i këtë pikë, edhe i këtë gurë, se po e më përmendni avullin, edhe i këtë gurë, po edhe i këtë gurë, gabimet kam ba gjatë shkrimeve, nosha s'kam kena të formimet e po ajo ka qenë stacioni më i dashur i shpirtit, siç duket, sepse ajo të ka afruar me vendlindjen, njëkohësisht ka shpërthyer prirjen tënde për të shkruar. Ka qenë ajo, e kam pa graduale që i thosha beje më sallajna pra, nosha kam kënë të i dhanë me hangër Pjerit, fëmisë 4 të Zojës Kupunosha, dhe në boçën teme, po e them, në boçën teme ka qenë gjithmonë një laps dhe i letër. A shkruaj një fjalë, a shkruaj një rresht, a zgaravit. Pra, nosha ma djekë dhe gjallë. Në shpinë teme, nosha ma kritiku dhe i thije nga bashkëshorti për shembull që si e vëmendshme dhe në atë letër se ka në hangër boke si gjithë në gratë shqiptare që jina të përkushtume. E kështu që është ka ardhur Merita, nuk e di as vetë se si mund të në fakt nuk është thjesht diçka spontane, por edhe vlerësuar. Shkrimet tuaja janë
kanë zënë vend në antologji, janë botuar në revista letrare dhe kjo nuk është pak sepse personalitetet që ju kanë vlerësuar natyrisht zënë një vend në kulturën e të shkruarit dhe në letërsi. Çfarë ju kanë sjell këto përvoja të botimeve të shkrimeve tuaja, qoftë në revistën Mapa, tek Fryma etj. Po, unë këto vitet e fundit me kthimin në Shqipëri, unë tamam janë kthy në 2015 për me marrat rrugtimin që e lash për gjys dikur. Këto botim, këto antologji që mund kanë pranu, më kanë sjell atë që Merita duhet mu rrit për çdo ditë, pra me pas një përgjegjësi të penet, mos me shlu penën të shtima ka një formim tjetër, mos me shlu penën dakoda ose dikote, por që t'jem pjesë e këtyne librave që të përfaqësohen ndajsisht jo si Merit, por si Shkodër. Unë e lidhem me Shkodrën, Shkodrën e kam. Po ke patur vlerësime sepse të jesh pjesë e Mapos, të jesh pjesë e Frymës, të kesh botues Fatos Kongolin ose firma të tjera, nuk është pak, apo jo? Nuk ka pak sepse unë kam penën teme nuk e lëvroj vetëm me një tematik, vetëm në një rrugë, në një rrjellshmëri ujit. Unë e lëvroj penën edhe për gruan, unë e lëvroj penën edhe për fëmijën, unë e lëvroj penën edhe për shembull, unë ban përshtypje, më shmolitur në mendjen teme që gradualisht nuk e di sa do të realizohet, por me ide na ishte një popull me prallën, na ishte një popull i mrapsht. Që kishte shumë toka të majme. Pra, mbetet për të zbuluar mbase ideja. Kam si ide. Pra, pena jeme nuk është vetëm te Shkodra, pena jeme është aty ku syni më fokusohet edhe e detyroj veten që unë duhet gradualisht. Pra, është përditshmëria që të dikton tematikat e caktuara. Tematikat e ndryshme. Pra, mëjna kjo ka ardhe, pra, këto që mund kanë vlerësu, ju jam mirënjohëse gjithë këtyne librave me antologjive që janë në Shkodër edhe në Tiranë, se kam edhe në revistën e Tiranës, kanë bate unë që të njihem mirë, të ulem në atë postin tem, të krijoj emocionin e mbrëmshëm, po jo kur në atë me në mallësinë që të unë jam më bën përshtypje sepse je vlerësuar edhe për poezinë. Në festën e luleve, e cila organizon gjithmonë edhe për poezit, për lulet ose për elementet e Shkodrës të veçanta, 2 vite rresht je vlerësuar me çmime. Po, kam marrë çmime, jam vlerësuar, jam mirënjohëse profesor Zia Vukës, që ka lexuar ato poezitë e mia për unë e dedikohem Gonxhes, Tranofiles, aty e kam atë pikën në dorë. Por nëpërmjet Gonxhes është edhe vajza, apo jo? Kështu që ndu me ajo vajza, se nuk du me qit vajzën direkt, por gjithmonë e mbështjellën me atë petkun ose me atë veladonin ose atë rrecat, tentenet e shumë gjë me grepin, të punuar, te kultrina që çohet pak dhe pret një vishkëllim jashtë, që sepse i kena përjetu këta gjëra kaq të bukura, emocionuese, dhe më kanë dhënë pra edhe i herë përmendë njësinë, sepse pavarësisht se jeta në rrjall në ato rrjallshmërinë e përditshme, kjo mësojna në atë arkën në baulën teme futen shumë gjëra të bukura si një guri çmushi. Po kjo është e mrekullueshme sepse ndër këto gjëra të bukura dhe të çmuara bën pjesë edhe syri artistik, fotografia që ti realizon shpeshherë dhe i shoqëron shkrimet tuaja me të tilla pamje ose apo jo. Meritu ndu m'ja dediku pak edhe prindvet, jo pak, por shumë edhe prindvet mi. Jam rrit në një familje që po më përmani të dy, të formu nga ana intelektuale, por ama me një kreativitet. Prindërit tuaj janë me një kreativitet që na zoti Isak Bërdica, Fitnet Bërdica, dhe do t'ja dedikoj jo për mburje, se çdo fëmijë mburret për prindin që ka, prind këqij nuk ka kur, por duhet theksoj një diçka që tash e kam i këto kohë të fundit, baba jam kur s'ka pas bibliotekë, as libra, në bibliotekën e tij kanë qenë gjithmonë beglat e Marangosit.
Dhe si vjetë, po rështoshim të dy bashk, veglat po ja sistemosha do të me trej Dalgjana dhe bani përshtypje dana e 1967-ës, që unë atë vit kam linë. Dhe i thamë bush se thras, bush, po kja dan. A ble i thamë në atë vit tha që ti ke linë. Dhe ai krimtari, ajo detajimi ti në formën e se dhe marangozi është një art në veti. Absolutisht po. Kurse nana jeme ka kënë gjithmonë kritike e gjanave që unë kam ba. Pra, si për vllain tem, si për mu kanë qenë ato që na kanë kriju dhe na kanë dhënë që duhet me vlerësu të bukrën. Pavarësisht, e bukra mund të jetë edhe një pikë ujë që vjen e shikon në liçenin e Shkodrës. Po për ty me të bukur, nuk duhet me në vlerësu, por gjithmonë duhet me kriju një vlerësim mbrana aty në kornisave. Prandaj më kanë dhënë atë njësi, prandaj më japin sot fotografinë e kam pasion. Nuk jam profesioniste, pasioni jem e marr e fokusoj e editoj, se pa editu nuk mund të zjarrim diçka të bukur, por kësaj formimit tem kreativitet ja dedikoj prandaj. Është medalje që më kanë dhënë mua edhe vllotën. Shumë bukur. Por bisedën e filluam paksa edhe me vështrimin tënd si mësuese. Në fakt, edhe vitet e emigrimit ti nuk je ndar arsimit, sepse ke kontribuar në shkollën shqipe atje ku ke jetuar, apo jo? Kam kontribu 11 vjet. Kam pas fatin e mirë, privilegj më mirë themi, i kanë si gjithë shqiptar, për shumë arsye që dikush për ekonomi, dikush për shumë gjëra të tjera, s'ka rëndësi. I ke atje më bani mu me u largu nga shkolla Ismail Qemali. Pra unë kam ikë të hane, kam qenë mësuese. I ke atje më bani mu largu nga Ismail Qemali, nga dashuria për profesionin e tjere, dhe e quj fat, mu bashku, masi mu i që kam ikë, mu me kontaktu me shoqatën Bashkimi Kombëtar, që kishin shkollën, e kam gjetë të formu me shkollën Shqipe, dhe që në 2005 deri në 2015, po e themi 14-15-16, po i përmbledhin 11-12 vjet punë, kam punu në mënyrë intensive. Kam pas koleg të përkushtum, do ta përmendni këto Rakip Thaçin, Avdi Peqirin që është kryetari i shoqatës, Beqir Çikaçi, që më kanë dhënë një mbështetje një mbështetje voluminoze ose një mbështetje që ne do të ecim, do të japim kontributin tonë në çdo aktivitet. Atje nxënësit ishin fëmijët e emigrantëve. Nxënësit ishin fëmijët e emigrantëve. Unë kisha nga klasa e parë deri në klasën e 6. Në klasën e 6 i merrte Ragipi, i çonte deri në klasën e 9. Kësa ishte vit shkollor i rregullt, Merita. Në fjalë ka fillu me 1 tetor e deri me 30 qershor. Janë kriju diftesa, janë bë aktivitete të ndryshme për fillimin e vitit shkollor, për Natalet ose për vitin e ri mbar, se si kishim na për Krishtlindjet, janë për 7 marsin, për pavarësinë e Shqipënisë, për Kosovën, masaj në shkurt që Kosova fitoi pavarësinë, janë konkurse artistike, letrare artistike, kuice të ndryshme për historinë, për gjeografinë. Pra, ka qenë unë kam arkiven atje, me fotografia, me video, me të gjë. Unë, ajo ka, nuk gjej fjalë me përshkru, dhe duhen shumë kohë me tregu çfarë punet intensive është bë për çdo ditë shtunë 2 orë e gjys. Ka pas raste kur kina dasht me ba koncertet, është ba koncert në sallë të madhe në kishën e Basano del Grappa me 200 të ftuar, nuk ka qenë tak, ka qenë. Këto ishin fëmijët e migrantëve të cilët shkolla juaj njihej atje, apo ato bënin shkollë paralele edhe në Jo, ato bënin shkollën, pra, gjatë javës shkollën italiane, pra, në të gjitha klasat, nga cikli ull deri në ciklin e nalt, pra duke fut edhe shkollën e mesme, dhe këtu vishin ditë shtume, ne dy mësuesat që shkoshin më përpara, 2 orë e gjys, bashkë vizat, pra të gjitha që fëmijët
shkrimit i shoqënoshin vetë. Dhe është rëndësishme që të integroheshin gjithmonë në të gjuhën e folur dhe të shkruar shqipe, apo jo? Më ka bërë diçka përshtypje sepse unë kam pas periudhën gjithmonë në kontakt me kosovarët. Ju e dini shumë mirë dialekti kosovar, shumë i rënd, është rëndomt. Dhe kjo më ka bërë, ka pas momente që unë kam përdorur edhe fjalët italisht për me komuniku me fëmijët, sepse nuk ma kuptoshin fjalin ose fjalën, ose atë formimin e tekstit për gjuhën apo për letërsinë. Dhe mu shënsyt me lëtë, sot kam krijoj një emocion të madh kur në recitalet të ndryshme të konkurseve poetike të recitohet Padër Gjeshvishta, Ndremjeda, Naim Frashëri. Tani krijoj emocion. Imagjino në atë moment me një fëmijë në klasën e parë që nuk din gjuhën shqipe, tamam të recitohet Padër Gjeshvishta me atë gëtnishten e bukur. Dashuri edhe punet e bukur. Dhe më gjoshëm edhe mendjen vite kolegu jam Ragipja më thotë Merit, çfarë pune ti na të bë? Gjë bukur. Ato fëmijë tashmë janë rritur dhe brezat të tjerë vazhdojnë. Vazhdojnë, unë kam lënë, vazhdon shkolla atje me Ragipin, po që e përmendej vazhdimisht. Vazhdon, prepa i kontribut, prepa jo gjavullnetare, prepa i futja shpirtit. Prepa ato projekte dhe mini projekte nga më të ndryshme, për shembull na kena bërë në 2014-2013 kena bërë projektin vetëm me gjatet e vjeshtës, jemi me ju për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar. E kena shtuar në tokën, e kam edhe fotografi, projektin, fëmijët kanë ndërtu vetë komplet frazën jemi me ju. Dhe kontributin që ato kanë dhënë mëse anën tjera opinion. Edhe të mendosh se kjo bën pjesë në atë pasionin tuaj për shkollën, për arsimin, për fëmijët, për formësimin e personalitetit është diçka e mrekullueshme sepse ju riktheheni dhe tani jeni mësuese në një shkollë këtu afër Shkodrës, apo jo? Unë jam një mësues, pra tani jam e kompletuar nga ana profesionale. Gjithmonë rikthimi nuk ishte i lehtë sepse kishte momente që jam isha vetën me ta thënë të drejtën. Fjalë sot do të përmendem gjëra shumë të bukura, por kjo kishte momente që jam isha vetën e huaj në vendin tem, dihet. Ashtë duhet me kenë koshinte njeriu për ato që prek me dorë. Sot përsëri jam kthy profesionit tem, asaj dashurisë teme, që preku filizat për ditë me dorë dhe patjetër që të bëhen frymëzim në krijimet tuaja. Patjetër. Mbase duke u ndjekur diku në largësi apo në afërsi, kam gjetur se ndoshta ndonjë krijim vjen natyrshëm, natyrisht duke u frymëzuar nga fëmijët, shkolla apo diçka tjetër, edhe ndërmjetore ose pushimi të madh për të hedhur diçka nga krijimtaria juaj. Qoshket e krijimtarisë me bukën në dorë, me gotën ose shishën ose me kafe, është një varg, do të hellet patjetër, mosha sërlapsat janë shpërdarë në Tanzansit, kërkohet sërlapsa vrap, Maribela shpejt sërlapsa sepse zyshat është i Kajher dhe Truni. Vini në shkollën e Grudës. Po, jem në shkollën e Grudës së Re. Kam fatin me njoft fëmijë të talentuar që sot janë në shkollat, kanë me fjalë sapo kanë filluar shkollat e mesme dhe kur i takoj rrugës, wow, zysh. Janë rrit, do të me çukrit nalt. Sot patjetër që të përshëndesin edhe nëpërmjet valve të programit ton. Merita, rrugtuam në disa nga periudhat ose frymëzimet tuaja. Meqense keni një krijimtari të konsiderueshme. Keni menduar ta frymëzoni në ndonjë botim, në ndonjë libër? Hala se kam me fjalë njihem mirë kështu si që jam me atë pamën teme, kudo që marr informacione që do të bëhet diçka e bukur, ju dërgoj me fjalë pamën teme që dërgoj, ma pranoj me kënaqësi, i falenderoj shumë të gjithë deri tash
por ndoshta merit nuk i dihet, jo, me siguri jeni në atë periudhën e jo vetëm të akumulimit, por edhe të aktive të shkruarit në një të ardhme patjetër që të gjitha këto do të mblidhen diku, apo jo. Ishte shumë kënaqësi Merit që ishe sot në studio. Faleminderit, më ke dhënë kënaqësi sepse vajzat shkodrane. Jo, unë mendoj se në edhe ti këtë kënaqësi, mua dhe dëgjuesve që na ndjekin, sepse të ulesh këmbkryq në traditën shkodrane, ta prezantosh bukur në mënyrën më artistike, të shprehësh ndjesitë tuaja të çiltra dhe ti formëzosh në një harmoni fjalësh ashtu siç vetëm një njeri me prirje të veçanta diti thot, është diçka e bukur. Unë të falenderoj shumë, të uroj natyrisht për gjithë krijimtarinë tënde, për pozicionin tuaj si arsimtare, por edhe si bashkëshorte dhe nënë e 2 fëmijëve dhe e një mbese të vogël. Të falenderoj shumë dhe uroj mbarësi në jetën tënde dhe të familjes. Faleminderit që erdhët. Faleminderit ju.